Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Provimi në gjuhën shqipe jurisprudencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut vijon të shkaktoj debate. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali u arrestua për krah kërkesës së studentëve, duke vlerësuar atë si të lishme. Ndër të tjera ai sqaroi se ligji për provimin e jurisprudencës është aktiv që nga muaji janari vitit 2020 dhe nuk saktëson se në cilën gjuhë do të jepet provimi. Një defekt në ligjin, i cili nuk ka precizuar gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi i jurisprudencës dhe këtë defekt do të mundohemi ne tash ta përmirësojmë apo ta precizojmë, syje se siç duket Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme të respekton kushtetutën e vendit, e cila nuk kupton gjithçka që është mbi 20% e popullsisë në vendin tonë, duhet të respektohet gjuha anëtare që nuk kupton, gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare. Zëvendës kryeministri deklaroi se mbështet kërkesën e studentëve shqiptar të juridikut që provimi të mund të realizohet edhe në gjuhën shqipe. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon deklarimet e ministrit drejtësisë në Maqedoninë e Veriut në lidhje me kërkesën e studentëve të juridikut që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Nga BDI thonë se në mënyrë brutale dhe të papranueshme, ministri ka injoruar kërkesat legjitime juridike të studentëve shqiptar për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, një drejtë e garantuar me kushtetutë dhe ligj. Ky veprim përbën precedent të rrezikshëm institucional, ku ministri i drejtësisë vendos veten mbi kushtetutën, mbi ligjin, mbi qeverinë dhe mbi çdo institucion tjetër të vendit, duke cënuar rënd parimet e shtetit të së drejtës. BDI vlerëson se kjo qasje jo vetëm që cënon barazin gjyqësore dhe juridike, por godet drejt për drejt themelet e rendit kushtetues dhe të bashkëtesës ndëretnike. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut vijon mbështetjen ndaj studentëve që kërkojnë të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Përmes rrjeteve sociale Denjo Mejdani shpërndau një fotografi ku shkruan "Fol shqip portaj". Pak ditë më parë, Mejdani shkroi se kërkesat e studentëve për qasje të barabartë në arsim dhe në proceset profesionale janë pjesë e një debati më të gjerë mbi zbatimin praktik të drejtave të garantuara me ligj dhe funksionimin efektiv të institucioneve. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut shmang përgjegjësinë e institucionit që ai drejton në trafikimin e marijuanës nga kompanitë të licencuara në vend që duhet ta kultivojnë për qëllime shëndetësore. Në një reagim për mediat, ministri i Shëndetësisë Azir Aliu sqaroi se ministria ka dhënë 60 leje për këtë veprimtari, ndërsa 18 prej tyre janë marrë për shkak se kompanitë nuk i kanë plotësuar kushtet e nevojshme. Ne deri tani kemi dhënë 60 leje, për atyre 18 janë marrë për shkak se nuk kanë plotësuar kushtet minimale që duhet i ketë një prodhues i tillë. Gjithashtu në bazë të ligjit dhe të protokolleve, 2 herë në 6 muaj, do të thonë në çdo 3 muaj do duhet të japin raport i rregullt, ndërsa raport nëse ka ndonjë ndryshim do duhet të jepet në kohë reale. Pra ne gjithashtu ndjekim në aspekt të inspektoratit edhe në formë të rregullt si program vjetor, edhe si program ad hoc nëse do të ketë nevojë. I pyetur për aksionin e policisë në Shkup dhe Strumic, Aliu deklaroi se nuk është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë si kompanitë legale për prodhim të marijuanës mjekësore kanë arritur që ta nxjerrin drogën jashtë objektit. Nuk është në ingerencë të ministrisë, por është në ingerencë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku janë kapur dhe pse kanë dalë jashtë objektit, nuk është pjesë e shëndetësisë, duhet ta ndjekë dhe mund ta ndjekë. Rajoni. Gjykata kushtetuese e dhomave të specializuara të Kosovës tërzon kërkesën e Hashim Thaçit për shkelje të drejtave. Gjykata shpalli të papranueshme ankesën e ish-presidentit për shkelje të drejtave themelore gjatë procedurave në rastin për administrimin e drejtësisë. Ai vlerësoi se ankesat e paraqitura janë të parakohshme dhe nuk përmbushin kriteret e pranueshmërisë, pasi mjetet juridike efektive nuk janë shtëruar dhe nuk paraqitet qartazi pamja e një shkelje kushtetuese. Krahas asaj vlerësohet ankesa e parashtruesit lidhur me shkeljen e të drejtës së tij për respektimin e jetës private dhe familjare, si e pambështetur dhe nuk zbulon pamjen e shkeljes të së drejtës kushtetuese të parashtruesit. Kosova vijon përpjekjet për njojë në arenën ndërkombëtare. Presidenti Vjosa Osmani gjatë samitit botror të qeverisjes u takua me kryeministrin e Çadit, Allemaj Halina. Përmes rrjeteve sociale Osmani shkruan se është kënaqësi të diskutojnë për marrëdhëniet bilaterale ndërmjet dy shteteve tona si dhe për përkushtimin për adresimin e sfidave të përbashkëta globale. Krahas asaj, presidenti Osmani u takua edhe me kryetarin e Autoritetit të Kulturës dhe Arteve në Emiratet e Bashkuara Arabe, Sheikh Al Latifa. Kosova dhe Emiratet kanë më shumë se sa misi, kanë hapësirë për t'u hapur kapituj të rinj bashkëpunimi edhe në kulturë, krijimtari, art dhe inovacion, u shpreh mes të tjerave presidenti Osmani. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić akuzoi drejt për drejt Shqipërinë, Kroacinë dhe Kosovën se kanë mbështetur dhe nxitur protestat kundër qeverisë së tij. Vučić përmendi Kroacinë duke akuzuar për ndikim përmes mediave dhe për mbrojtje të personave të dyshuar për krime, ndërsa shtoi se aktivitetet e ngjashme ka pasur
edhe Prishtina, Tirana dhe qendra të tjera rajonale. Vučić deklaroi se protestat në Serbi nuk janë vetëm shprehje pa kënaqësisë qytetare, por kanë pasur mbështetje të koordinuar nga jashtë, përfshirë shërbime sekrete rajonale dhe aktorë ndërkombëtar. Rihapen çështjet e identitetit në mal të zi. Pas debateve për gjuhën, shtetësinë dhe flamurin, Partia Popullore Demokratike pro-serbe e Milan Kneževićit u largua nga qeveria. Partia Popullore Demokratike kërkon ndryshime kushtetuese për ta bërë gjuhën serbe gjuhë zyrtare, si dhe miratimin e ligjit për shtetësinë, i cili do të mundësonte shtetësi të dyfisht pa të drejtë vote për personat që jetojnë në Serbi por që janë me origjinë nga mali i zi. Partia kërkon gjithashtu ndryshimin e rregullave për simbole shtetërore, si dhe që flamuri trengjyrësh serb të shpallet flamur popullor dhe të përdoret krahas flamurit shtetëror të malit të zi. Qeveria e kryeministrit Spajić vazhdon të ketë shumicën në parlament. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare miraton amnistin penale. Mbi 20.000 qytetarë të dënuar apo në proces hetimi e gjykimi pritet të përfitojnë nga kjo amnistim. Nga drafti miratuar në ekzekutiv pritet të lirohen me njëherë 447 të burgosur të dënuar me vendim të formës së prerë. Krahas asaj, 853 persona pritet të përfitojnë ulje dënimi, ndërkohë që nga shërbimi i provës amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Krahas asaj, duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta. Ministri i Drejtësisë Besfor Llamallari e komenton amnistin si një akt human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe riintegrim me qëllim kryesor uljen e mbipopullimit në burgje. Përveç një akt i qartë human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe riintegrim, ky është një hap konkret që ul presionin e popullimit të burgjeve dhe për të fokusuar drejtësinë aty ku rreziku shoqëror është real. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon riintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të paraobligimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Teksa i bëjnë thirrje kuvendit ta miratoj së më parë, ministri i Drejtësisë nënvizon se nga kjo amnesti nuk përfiton asnjë subjekt i prokurorisë dhe gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar. Projektligji i amnistisë do të kërkojë 84 vota për miratim në parlament. Falenderoj të gjithë institucionet që kontribuan në këtë proces dhe pres që Parlamenti ta shqyrtojë projektligjin sa më parë, në mënyrë që efektet pozitive të amnistisë të ndihen nga mijëra familje shqiptare. Ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula emërohet nga kryeministri Edi Rama si kryeinspektor i përgjithshëm. Për pozicionin në fjalë ishte bërë dhe shpallje e vendit vakant, ndërkohë që pas aplikimit të Sulës ai rezultoi kandidati i parë mes rivalëve të tjerë. Sula ka një karrierë të gjatë politike nga radhët e Partisë Demokratike. Shkëlqim Hajdari emërohet prefekti i ri i Tiranës. Ai dorëheqet nga posti i kryeinspektorit përgjithshëm. Hajdari ka një përvojë prej më shumë se 20 vitesh në sistemin e drejtësisë, pasi disa vite më parë ka ushtruar detyrën e prokurorit pranë prokurorisë së Shkodrës. Bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, forcimi i shtetit të së drejtës dhe përpjekjet e përbashkëta për të adresuar fenomenet e krimit të organizuar në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet kryetarit kuvendit Niko Peleshi dhe zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Michael Rigas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vëmendje veçantë i kushtua projekteve strategjike të lidhjeve dhe sigurisë në rajon, përfshirë zhvillimin e Porto Romanos dhe rëndësinë e korridorit të tetë si një boshë i ri evropian që lidh Adriatikun me detin e zi, duke shërbyer jo vetëm si projekt i zhvillimit ekonomik, por dhe si korridor i sigurisë, stabilitetit dhe integrimit euroatlantik. Përmes rrjeteve sociale, Rigas konfirmoi se do të vazhdojnë punën me Shqipërinë për stabilitetin rajonal dhe global, forcimin e NATO-s, shmontimin e organizatave kriminale transnacionale dhe rritjen e mundësive të biznesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bota. Shtetet e Bashkuara rrisin mbështetje financiare për vendet e Balltikut. Kongresi miratoi një fond prej $200 milionë si asistencë sigurie për Estoninë, Letoninë, Lituaninë në iniciativën për siguri të Balltikut. Paketa prej $838.7 milionë e nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump më 3 shkurt para she rritje të bashkëpunimit me 3 shtetet balltike. Rreth $10 milionë shtesë janë ndarë Estonisë nga programi për financim të ushtrive të huaja, fondet të cilat Talini ka përdorur më parë për të blerë pajisje HIMARS, raketa Javelin dhe predha artillerie të kalibrit të madh. Vijojnë bisedimet Rusi-Ukrainë. Presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi se raundi i ardhshëm i bisedimeve të paqes mund të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zelenski rikonfirmoi gatishmërinë e Ukrainës për t'u angazhuar në formate që realisht e ofrojnë paqen dhe bëjnë atë të besueshme dhe afatgjatë.
Është thelbësore që kjo luftë të përfundojë në mënyrë që Elerusin pas një shpërblim për agresionin e saj. Ky është një nga parimet kryesore që rivendos dhe garanton sigurinë e vërtet, tha Zelenski ndër të tjera në një videomesazh pas përfundimit të raundit 2 të bisedimeve në Abu Dhabi. Arrestohet një kolonel i forcave ajrore greke me akses në informacione të klasifikuara të NATO-s, pranoi se ka spionuar për Kinën duke nxjerrë sekrete ushtarake që konsiderohen kritike për sigurinë kombëtare të Greqisë dhe Aleancës Euroatlantike. Oficeri rreth 50 vjeç u ndalua brenda bazës ushtarake ku shërbente në zonën e Kavaurit pas një hetimi të gjatë dhe të fshehtë të shërbimeve greke të inteligjencës. Dyshimet ndaj tij nisën disa muaj më parë pas një sinjalizimi nga një agjenci inteligjence aleate që ngriti alarmin për rrjedhje informacionit të ndjeshëm. Për shkak të detyrës që bante, koloneli kishte akses të drejtë për drejtë të dokumente të klasifikuara për fshirë, plane dhe të dhëna të NATO-s. Trupat të Gardës Revolucionare, ushtria ideologjike e Republikës Islamike të Iranit, ndalojnë 2 tanker nafte në rajonin e Igjirit për kontraband karburanti. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim deklaroi se janë gjetur mbi 1 milion litra karburant kontraband në bordin e 2 anijeve, duke shtuar se 15 anëtarë të ekuipazhit me komsi të huaj janë dërguar përpara drejtësisë. Tankerët u ndaluan pranë nishullit iranian Fars, si njoftoi Tasnim. Tankerat ishin të përfshirë në operacione kontraband për disa muaj, u identifikuan dhe u ndaluan pas operacioneve të mbikëqyrjes dhe zbulimit të tyre nga forcat detare të Gardës Revolucionare, sqaroi agjencia iraniane. Slovenia po përgatit një projekt ligj që synon ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Me rreth 2 milion banor, Slovenia po ndjek shembullin e Spanjës dhe disa vendeve të tjera europiane, të cilat kanë propozuar masa më të rrepta ndaj përdorimit të medjave sociale nga të miturit. Këto nisma vijnë pas shqetësimeve në rritje se platformat digjitale janë të dizenjuara për të krijuar varësi dhe mund të kenë ndikim negativ tek fëmijët dhe adoleshentët. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.